Lezhës i shtohet një aset i rëndësishëm kulturor. Tashmë pjesë e rëndësishme e guidës do të jetë edhe galeria e përhershme e piktorit Pashk Përvathi. Ekspozimi i krijimtarisë 40 vjeçare në qytetin e tij të lindjes ka qenë një ëndër e kahershme e mjeshtrit Përvathi, një prej artistëve më të spikatur pamor shqiptar. Kam realizuar një ëndër të kahershme. Një ëndër që më duket gjithmonë sikur po jetoja për këtë ditë. Desha ta kishte Lezhë, sepse kuptim krijimtaria më jemi merr në këtë qytet. Veprat e ekspozuara në këtë galeri nisin që prej vitit 1984 dhe dominohen nga gjinja e peizazhit me motive nga të gjitha trevat e Shqipërisë, por ka dhe portrete e natyra të qeta të vendit. Veprat e përzgjedhura të ekspozuara përbëjnë një rrugtim, një dëshmi sakrifice për kushtimi, por dhe dashurie për artin, familjen, për atë veu. Përpos të gjitha atyre thesareve që ndodhen në territorin e Lezhës, një tjetër thesar i shtuar sot, me hapjen e këtij muzeu do të thoja, dhe jo një galeri. Janë një aset i çmuar i padiskutueshëm për këtë qytet. Forjetën e këtij qyteti dhe japin gjithmonë energji pozitive për cilën më shumë ne kemi nevojë. Në pikturën e Pashk Përvathit, përmes ngjyrave na përthyet edhe poezia, ndërsa në peizazhet e tij mjaft të bukura, kudo nëpër Shqipëri, ne na vjen edhe si muzikë piktura e Pashkut, na vjen si Mozart. Pashk Përvathi është autori 41 ekspozitave personale në pikturë të hapura brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe i vlerësuar me 10 çmime e tituj në vite. Përvathit janë akorduar edhe urdhrat Naim Frashëri Art dhe Mjeshtër i Madh.